Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri. Mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë. Do të flasim sonte për një temë e cila është shumë e rëndësishme. Uroj që këshillat nga profesionistja e fushës që në këtë emision do t'i marrim të jenë të dobishme për të gjithë ne. Do flasim për ankthin, që është një çrregullim emocional dhe realisht si pasojë e rutinës tonë të përditshme dhe mjaft stresuese, është shumë i pranishëm në mesin e shoqërisë. Por çfarë në fakt është ankthi? Si mund të bëjmë dallimin në mes të ankthit dhe stresit? Me çfarë simptomesh apo me çfarë shenjash mund të na paraqitet? Dhe njëkohësisht ajo që na intereson më shumë është se si mund ta parandalojmë apo ta prevenojmë këtë lloj çrregullimi emocional. Për të folur për një temë kaq të rëndësishme, ne kemi nderin dhe kënaqësinë që të kemi në një linjë të drejtë për drejtë në emisionin ton psikologen Ema Bruci. Përshëndetje zonja Ema. Përshëndetje, është kënaqësi e madhe për mua që të jem në televizionin tuaj për gjithë shqiptarët kudo në botë. Ju përshëndes nga Tirana, nga kryeqyteti i gjithë shqiptarëve. Ju falenderit shumë që ndani kohë dhe për emisionin tonë edhe për shoqërinë tonë këtu për të informuar më shumë për një temë kaq të rëndësishme. Ne sigurisht do të flasim konkretisht mbi temën se kur bëhet ankthi i rrezikshëm dhe si mund ta dallojmë dhe menaxhojmë ankthin. Por fillimisht, përpara se të kalojmë në të japim një kuptim asaj që quhet ankth dhe asaj që quhet stres. Pra, si mund ta dallojmë këtë? Faleminderit. Pyetja juaj është shumë e bukur. Stresi është i përditshëm. Është njeriu, vetjeta është një luftë. Edhe në këtë luftë, njeriu lufton me problematika të ndryshme. Dhe na shfaqet stresi. Por, kur stresi rritet dhe bëhet kronik, që quhet stres kronik, mund të kalojnë mbi 6 muaj, atëherë ai bëhet i rrezikshëm. Dhe në këtë moment fillon që mendimet tona ne të mos i kontrollojmë dot. Pra, bëhemi emocional. Si ta kuptojmë këtë? Fillojmë qajmë shpejt, fillojmë mërzitemi shpejt dhe fillojmë bërtasim, kur qetësohemi themi, ua, po ç'kishim se bërtitëm kaq shumë. Pra, pikërisht në këtë moment, stresi po na del nga kontrolli. Dhe futemi në fazën tjetër që e ka emrin ankth. Çfarë është ankthi? Ankthi është mos kontroll emocional, i cili nuk është më në dorën tonë. Unë shpesh kam pasur debate edhe me psikologë, doktorë të ndryshëm, të cilët mendojnë që nuk është sëmundje. Gjithçka të cilën ne nuk e kemi në dorë quhet sëmundje. Dhe për shembull, si ta kuptojmë ne? Ne jemi duhanpirës dhe është ves. Na thot doktori duhet ta lëm se na ka bllokuar mushkëri, ne e lëm. Është ves, ose jemi pim raki alkool, është ves. Ndërsa, për sa i përket mendimeve negative që na futen në kokë të pa kontrolluar, dhe jo reale, janë mendime të cilat ne nuk i largojmë dot. E këto mendime e kanë emrin ankth. Ankthi ka një përhapje të jashtëzakonshme sot. Mund të them që numri i njerëzve me ankth është sot në 130-40 veta me ankth. Pra një numër i jashtëzakonshëm. Kemi një rritje të jashtëzakonshme të numrit të njerëzve me ankth. Do të them, ankthi nuk ka gjini, mosh, fe, fshat, qytet, para, pra ndodh kudo. Kam fëmijë që nga 6 vjeç të vegjël dhe deri në mosha shumë të mëdha me ankth. Po, do të thënë është një lloj çrregullimi emocional. Por megjithatë, stresi i përditshëm i të gjithë neve, nga rutina e përditshme, a mund të na shndrohet në ankth? Ku qëndron në fakt dallimi këtu? Po kur stresi kthehet në stres kronik, atëherë bëhet i rrezikshëm. Kurse ankthi është mos kontroll emocional, si ta kuptojmë. Zemra jon nuk është e smur, po punon në amullim dhe nëpërmjet gjakut ka për detyrë të çojë oksigjenin në trup. Nuk e kryen. Në momentin kur truri jon nuk ushqehet, atëherë fillojnë të shfaqen mendimet negative. Çfarë janë këto mendime negative? Janë jo reale. Dikush thot do të vdes, dikush thot do më vdesin fëmijët, dikush thot do më ndodhi gjë familjes. Pra, mendime nga më të ndryshmet, të cilat na futin në ndjenjen e frikës. Frika është ajo e cila na ul në mënyrë të jashtëzakonshme dhe vlerësimi. Po çfarë ndodh?
ne nuk dalim dot, nuk shkojmë dot në një qendër tregtare, nuk udhtojmë dot me autobus, nuk hypim dot në avion, nuk rrim dot mes grumbullimit të njerëzve, po duam të qëndrojmë gjithmonë të vetmuar. Arrim deri aty sa jeta jon bëhet e pavlefshme. Pra ne kemi frikë të dalim nga shtëpia, po duhet edhe një tjetër të qëndrojë me ne, aq e madhe është frika. Kjo frikë na shoqërohet me një atak panik, rrahje të forta të zemrës, të cilat shkojnë edhe mbi 140, por edhe në kundërta, rritje e madhe tensionit 19 edhe 20, por aritmi dhe takikardi dhe një puls i çrregullt. Pra pikërisht ky është akti, kurse stresi është pjesë e jetës, e cila është më se normale. Por në rastin se ne e lëm këtë stres të avancojë dhe të bëhet stres kronik, ku ne nuk kontrollojmë dot veten tonë, çajmë, bërtasim pa kontroll, atëherë ne jemi në rrezik. Duhet të kërkojmë ndihmën e një psikologu. Të flasësh me psikologun është kulturë, është një mrekulli e vërtet. Njeriu ka nevojë të flasë. Rolin e psikologut nuk e kontrollon, nuk e bën dot nëna, babai, shoku, shoqja, por duhet profesionisti. Nga terapit më të thjeshta është të flasim, por shumë e rëndësishme në jetë është informacioni. Do ta them me zë të lartë, shumë të lartë. Njeriu duhet të di çfarë ka në veten e tij. Një njeri pa informacion është si një njeri i cili niset në një luftë pa pushk. Çfarë do të bëj ai? Asgjë. Ashtu është jeta. Jeta është një luftë. Ne nuk dështojmë vetëm në shëndetin tonë mendor dhe atë fizik, por dështojmë në dashuri, në shkollim, në biznes, në edukimin e fëmijëve. Pra informacioni është arma më e fortë në dorën e çdo njeriu. Unë po shikoj që numri i madh i shqiptarëve në të gjitha trojet shqiptare, por edhe në Amerikën e Largët, u mungon informacioni. Prandaj dhe rëzohen, do ta them me zë të lartë. Kam një numër aq të madh shqiptarësh, sigurisht nga Maqedonia i përshëndes, është shumë i madh numri, Tetov, Gostivar, Shkup, Manastir, Kërçov, pra, por edhe shqiptarë të Maqedonisë të cilët jetojnë jashtë Adheut, nga Gjermania, Belgjika, Zvicra, kam plot. Si dhe nga Kosova dhe nga Shqipëria. Do them të drejtën, është një numër aq i madh shqiptarësh që brenda një muaji i ka kaluar mbi 70 veta në trajtim. Është në fakt pozitive ky fakt, sepse po fillojmë ndoshta të vetëdijsohemi, të largojmë paragjykimet dhe komplekset se po na duhet ndihma e psikologut, apo duhet të marrim pjesë në seanca psikologjike për të larguar ankthin këtë rast, apo për të pasur një shëndet mendor të mirëfillt? Atëherë, pyetje shumë e bukur. Mentaliteti vazhdon në të gjitha trojet shqiptare, nuk dua ta ndaj Maqedoninë më vete. Në të gjitha trojet shqiptare kemi një mentalitet të gabuar duke parë psikologun. Shpeshherë e ngatrojmë dhe emrin psikologji, psikiatri. Psikiatri merret me problemet e fundit të shëndetit mendor, psikopatin, por edhe depresionin. Çdo thot depresion, do thot njerëz agresiv, problematik për familjen dhe shoqërinë. Ndërsa ndihma e një psikologu është krejt tjetër. Psikologu në botën e qytetëruar europiane është që në kopësh e në çerdhe e deri në moshat e mëdha. Pra psikologu është pjesë e jetës, siç është mjeku i familjes. Të kalojmë dhe pak të flasim për çështjen e ankthit. A është normale që çdo ditë të ndjejmë ankth? E para njerë që nuk është normale, po ne duhet ta kuptojmë se çfarë është ankthi dhe të kuptojmë se a jemi ne në ankth. Të thuash jam në ankth, duhet të dish se çfarë ndodh me ne. Atëherë ne do të themi jemi sot në ankth. Pra, unë në rrjetet sociale, në të gjitha rrjetet sociale kam hedhur një informacion të jashtëzakonshëm
dhe kam klikime pa fund që kanë kaluar mbi 1 milion klikime, çfarë është ankthi? Pra, problemet e shëndetit mendor, që tregova këto mendime negative, na ulin në maksimum vlerësim. Do ta filloja që me moshat e reja, kur adoleshentët ose të rinjt nga mosha 20 deri në 40 vjeç nuk e njohin smundjen, sepse kështu e ka dhënë Zoti që në atë moshë ne të mendojmë me ëndër, të mendojmë për lumturinë, të mendojmë për gjithçka të bukur, ne jemi duke parë botën bardhë e zi, pa ngjyra, sepse ne mendojmë negativisht dhe na ka rënë totalisht vetëvlerësimi. Unë do t'ju jap një shembull interesant. Pandemia tregoi shumë. Do të rregjë vëmendjen në kohën e pandemisë edhe tek psikologët. Çfarë ishte pandemia? Ishte një grip i cili dha një goditje të fortë në mushkrim. Çfarë ndodhi? Për shkak të ndjenjës së frikës, u paraqit një ankth akut, që të themi të drejtën, asgjë kundi nuk u dha asnjë realitet. Psikologët humbën në botën e qytetëruar europiane, psikologët u morën dhe nga bankat e shkollës, aq shumë kërkese madhe, alarm ishte për psikologët. Në trojet shqiptare, të gjithë u drejtuan te doktori dhe nuk e kuptonin që pikërisht kjo frikë, kjo pandemi, solli një ankth akut, ari të njerëzit aq shumë. E uli vetëvlerësimin, e zhvlerësoi jetën, sa hapën dritaret e spitaleve dhe u hodhën. Pra, imagjinoni se çfarë gjendje psikologjike erdhi në trurin e njerëzit. Që psikologët nuk dolën të flisnin, nuk ndihmuan njerëzit nëpër spitale, që ishte një moment kritik mbar botror. Po, megjithatë kur jemi tek ankthi edhe stresi, fillimisht të flasim pak në lidhje me atë se kur stresi mund të bëhet i rrezikshëm dhe në qoftë se kalon në ankth me çfarë simptomesh, me çfarë shenjash klinike, me çfarë pasqyrë klinike mund të manifestohet tek individët e ndryshëm. Atëherë, është një pyetje fantastike, shumë e bukur. Është një pyetje sepse shpesh herë njerëzit po përballen jo vetëm me shëndetin mendor, por edhe me shëndetin fizik. Çfarë ndodh? Në rastin se ne nuk e trajtojmë anktin, atëherë ankthi na godet 9 organe të shëndetit tonë fizik. Në fillim, ato nuk janë të smura, por ne na duken, na shqetësojnë. Çfarë ndodh? Ne shkojmë tek zemra, kontrollojmë të gjithë trupin, bëjmë skaner, bëjmë eko, bëjmë analiza dhe dalim perfekt. Dhe doktori thotë, je mirë. Po ne si jemi mirë, ne jemi shumë keq. Atëherë, ankthi na ka goditur 9 organe të shëndetit tonë fizik. Cilat janë ato? E para është koka. Dhimbje e fortë e kokës, bllokim mbrapa qafe dhe në pjesën e lartme të kokës. Marrje mënç, kutesë, harres, shikim i turbut, mpirje pjesës së gojës, të gjuhës, mpirje fytyrës, arim deri aty, sa kanë rastet shumta, sa kanë rënë dhe 10 kg për një muaj, e shkruajnë ushqimin me ujë. Kemi dhimbje koke të papar, deri në ata që e dinë edhe kanë vojtur, deri në migren, pra një dhimbje jashtëzakonshme e kokës. Zhurmë në vesh, si kur kemi një gjinkall, e cila nuk pushon, pa pushim. Kemi probleme të dhimbjeve të kockave, dhimbje të shpatulla, dhimbje gjoksi, dhimbje mbrapa shpatullave, të kyçeve të duarve, të kyçeve të këmbëve, djersitje e pa kontrolluar, dridhje të duarve dhe të këmbëve, ose na vjen sikur na digjet, kemi një djegje të brendshme. Pastaj do të kaloja në organin më të rëndësishëm të trupit të njerit, i cili është lukthi, si që thoni ju në Kosovë ose në Maqedoni, ose stomak. Çfarë po ndodh? Është organi i parë i cili sëmuret vërtet. Shfaqet gastriti. Çfarë është gastriti? Gastriti është rritje aciditetit në stomak. Dhe në këtë mënyrë, kur ne na çekuilibrohet acidi në stomak, pra në rastin se ne do ta shikojmë në një gastro, është sikur na ka gërvishtur një mace. Stomaku na është bërë vija të kuqe. Por
Në rastin se nuk trajtohet, kalon në refluks. Çfarë është refluksi? E ham dhe nxjerrim, pra na i kthen mbrapsh ushqimin. Por edhe më keq, kalon në bakter, elektrobakter. Çfarë është ky bakter? Ky kërkon antibiotik, të cilët kalon në një tjetër problem shumë të rëndësishëm. Dhe ka edhe raste të rralla, po të veçanta që kanë shkuar deri në ekstremin e stomakut, deri te kulçera, sepse e kanë pasur dhe trashëgimi. Dhe një tjetër organ që është zora e trash, organi më i madh në trupin e njeriut, i cili është tepër i rëndësishëm. Ta themi, ne nuk kemi të smur, dhe në rastin se kemi 2 ose 3 ditë që nuk kemi pasur jashtëqitje normale, ne themi sikur po na shtrëngon një gjë në fyt. Pra fillojmë të na shqetësohemi pa qenë të smur. Imagjinoni që ankthi na çon në një diare ose në një kapslë ku arrin deri në hemoroide, ku zora e trash del jashtë dhe bëhet tepër problematike, ose kemi problemin e një diareje e cila na lodh dhe na bie totalisht imuniteti. Do të qëndroja në një tjetër pikë të rëndësishme, që është vazhdon të jetë tabu në gojët shqiptare. Do të vazhdoja tek urinimi i shpeshtë, por dhe tek problemet seksuale. Përse e them këtë? Kam një numër të jashtëzakonshëm shqiptarësh, djem të rinj, nga mosha 20 deri në 40 vjeç, të cilët kanë probleme të theksuara me procesin seksual, me dëshirën seksuale, por dhe me rënien e ereksion. Por e njëjta gjë ndodh edhe te vajzat. Atëherë, çfarë ndodh? Vetë ankthi na bën ne të humbim dëshirën seksuale. Në rastin se ky trajtohet dhe me medikamentet e psikiatrisë, atëherë ne na ulet totalisht ereksioni dhe kam shumë raste me ereksion fare të ullët ose totalisht impotent. Imagjinoni se çdo të thotë do ta filloj me mashkullin, një mashkull i cili nuk arrin dot të kryej procesin seksual. Çfarë është seksi? Është proces biologjik që i madhi Zot na i ka dhënë lumturi pa pagesë. Është ai që ka ndalë miliarda njerëz në këtë botë. Është i domosdoshëm, pa seks. Nuk ka familje, nuk ka dashuri, nuk ka jetë, nuk ka mirëkuptim, nuk ka botë. Imagjinoni të privohet kjo mrekulli që na i ka dhënë Zoti. Po do të ndalesha jo vetëm tek meshkuj, por dhe tek vajzat dhe zonjat e nderuara. Ankthi na humb dëshirën seksuale, na vjen për të vjellë, nuk kemi dëshirë të afrohemi, na shtrëngon në fyt, na jep rritje të fortë të pulsit, por kemi vajza të cilat kanë përdorur për një kohë të gjatë medikamente. Unë dua të ndaloj te këto medikamente. Sigurisht që nuk jam kundër medikamenteve. Jo, nuk jam kundër. Por medikamentet e psikiatrisë nuk janë shëruese, por qetësuese. Është urgjenca e shëndetit mendor, siç kemi urgjencë të shëndetit fizik, kemi dhe urgjencë të shëndetit mendor, po jo përdorimi i tyre me vite, kam edhe 15 vjetë dhe 20 vjetë që përdorin këto ilaçe. Do t'ju bëj një thirrje nga kjo dritare mrekullueshme nga ky televizion. Përse i marrim ne medikamentet në rastin se ne nuk shërohemi? Pse i marrim këto medikamente? Pra ne këto medikamente kanë 3 detyra të rëndësishme. E para, shfazojnë trurin, pra nuk mendojnë, na mpin trurin, na ul forcën fizike, pra na bie imuniteti dhe na ulin ereksionin, na bëjnë impotent, por na shkatrojnë dhe stomakun dhe mërqin. Si mund të përdoren këto medikamente me vite të tëra dhe ti nuk shikon absolutisht asnjë dritje shile? Pse ndodh kjo? Sepse këto medikamente na bëjnë të varur. Pra ne varemi nga tani më nga këto medikamente dhe nuk arrim dot t'i heqim. Unë do t'ju drejtohesha të gjithë shqiptarëve, sigurisht ato duan, prandaj jam aty. Por kanë dallim.
ka njerëz depresiv, ka njerëz psikopat, të cilët duhet i përdorin ato, se janë të rrezikshëm për shoqërinë. Ka njerëz në ankth të cilët duhet i përdorin kur shkojnë në një urgjencë, pra na ka shtrënguar në fyt, na duket sikur do vdesim, po mbaron jeta, atëherë ne do të shkojmë në urgjencë dhe do t'i marrim për të qetësuar, por jo duke i përdorur ato me vite për të shkatruar veten tonë. Pra, pa kontroll, do të thosha, pa kontroll. Do atë me shumë kam pasur raste të jashtëzakonshme të njerëzve të cilët i kanë përdorur me vite, nuk do të qëndroj vetëm te Maqedonia, por edhe te Shqipëria, edhe te Kosova, por edhe te Europa. Në faqet e mia të rrjeteve sociale, lexoni psikologe më ke shpëtuar jetën, më ndore nga feri, më solle lumturinë e të tjera. Pra, çfarë do të thotë kjo? Unë këto kanë ardhur se si unë e kam trajtuar ankthin. Pra, çfarë kam bërë unë për të luftuar ankthin me pacientët e mi? Do të kishim dashur dhe ne të dimë se çfarë në fakt keni bërë ju që të shpëtoni pacientët nga gjendje e tillë anksioze dhe njëkohësisht të ndalemi edhe pak tek simptomet për të kuptuar më shumë rreth asaj se a janë simptomet e njëjta tek moshat e reja dhe tek moshat pak më të shtyra kur vuajnë nga ankthi. Bravo. Atëherë unë do të qëndroj. Si trajtohet ankthi? Ankthi trajtohet në këtë formë, kam hedhur dhe në rrjetet sociale, jam shumë e hapur me të gjithë. Si trajtohet? E para, ne duhet të pranojmë që kemi një problem. Pra nuk mund të shërohet mamaja, babai, vllai, motra në vendin e pacientit. Pra ai duhet të ketë kurajon të marrë në telefon dhe të kërkojë ndihmë. Në rastin se pacienti nuk pranon që ka një problem psikologjik, nuk mundet të trajtohet dikush tjetër në vendin e tij. Këtu fillon hapi i parë për të gjitha ata të cilët marrin kurajon dhe i bien telefonit tim, që janë me qindra në ditë, sepse jam një grua humane dhe telefoni i parë është pa pagesë tek Ema Bruci nga Tirana, këtë do ta them me zë të lartë, me orë të tëra punoj pa pagesë për kombin tim, për shqiptarët tek unë nuk ka dallim, tek asnjë, jeni të gjithë të barabartë. E dyta, tepër e rëndësishme, ja u kam shpjeguar edhe në informacion, do ta them sot këtë mundësi që më dha në këtë televizion për të kuptuar se ankthi është mos ushqimi i trurit. Pra ne duhet të marrim të parën ushqimin e trurit me produkt organik. Por, sigurisht, do të thot dikush që na i thuaj emrin, nuk është i njëjtë. Pra, po të them me zë të lartë, gjithë informacionet që unë kam hedhur nuk janë lexuar në libër, po janë nga përvoja ime e punës. Gjithçka që unë solla sot është përvoja, pra njerëzit i kanë sjell ato me gojën e tyre. Shumë herë, telefona pa fund, mesazhe, të cilat më thonë, mos je gjë mbrapa derës time, që i di kaq mirë çdo gjë që ndos në trupin tim. Pra janë reale. E dyta dhe e rëndësishme janë seancat psikologjike. Pra ne kemi një vetvlerësim të ullët. Çdo të thot vetvlerësim. Vetvlerësimi i ullët na çon deri në vetvrasje. Atëherë, çfarë? Ne duhet të ngrejmë vetvlerësimin, nuk na lën mendimet negative që ne të ngrejmë vetvlerësimin. Pra duhet patjetër ndihma e psikologut. Është e domosdoshme mbështetja psikologjike. Por do të qëndroja këtu. Ndryshe nga të gjithë psikologët që bëjnë motivim për të ndihmuar, unë ju kam dhënë në seancat e mia dhe informacion, sepse e thash që në fillim të programit, informacioni është armë e fuqishme në dorën tonë. Të jap një shembull. Ne kemi një sëmundje në shëndetin tonë fizik, se e kuptoni më mirë, dhe po luftojmë, bëjmë skane, bëjmë meko, shkojmë, bëjmë analiza, nuk po e gjejmë dot. E më së fundi, doktori na thotë, zonjë, nuk ke sëmundje të keqe. Ne themi, u shëruam. Pra, në moment ne na duket sikur u shëruam, ne s'kemi filluar trajtimin. E njëjta gjë është. Pra, kur njerëzit vinë te unë ju tregoj se çfarë problemi kanë dhe gjithçka do të shkojë mirë. Ata, u shëruam, doktoresha na shërove, jemi shumë mirë. Pra, informacioni
na bën ne që të kemi kurajo të luftojmë me veten tonë, të dialogojmë me veten tonë, të themi që ne nuk jemi të smur. Nuk është e vërtet. Dhe e fundit është disiplina. Ankthi nuk është një smundje që kalon me një recetë në psikiatri, as me një seancë psikologjike. Është rrugëtim. Në këtë rrugëtim, ai mund të sjasë një muaj, 2, 3, kam dhe 4 dhe 5. Se varet nga situata në cilën ti paraqitesh. Pra, asnjëri s'është një lloj si tjetri. Atëherë në këtë rrugëtim kërkon disiplinë. Është shumë e rëndësishme disiplina. Pra të jemi të disiplinuar dhe të ndjekim rrugën. Por, një gjë që unë e kam bërë ndryshe nga të tjerët, unë kam rrugtuar me pacientët e mi. Është një punë e jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme. Edhe në orët e natës jam ngritur nga krevati për të folur me ta. Pra çdo të thotë rrugtim. Megjithse ka marrë produkt bimor, megjithse ka bërë seancë psikologjike, prap nuk ja ka dalë. Atëherë ai kërkon një mbështetje. Është si një djalë ose një vajzë e re, e cila do të bëhet sportist. I ka palestrën, i ka të gjitha, s'ka trajneri, bëhet dot? I duhet trajneri se s'bën. E njëjta gjë është. Pra, telefoni është një kapur për të gjitha ata të cilët janë në trajtim me mua. E mbi të gjitha, ky rrugtim ka qenë falas nga ana ime. Pa dallim për të gjithë. Ka nga ata që kam dënjur edhe me orë të tëra, pa ndërprerje për t'i ndihmuar, se kanë qenë në një fazë të vështirë, e cila kërkon mbështetje psikologjike. Pra është sëmundje psikologjike, që kërkon forcë psikologjike, që kërkon mbështetje, e këtë mbështetje nuk mund ta bëj dot mami, babi, nëna, gjyshi, tezja, xhaja, halla, shoku. Pra është e pamundur, duhet profesionist. Kam shumë prindër, do të ndaloj atë ajo çka juve më tha. Ka shumë prindër që thonë, por unë aty jam, por nuk më dëgjon. Dua të ndalem në një nga pikat në pyetjen tuaj të mrekullueshme, dua të shkoj në moshat e reja, do ta filloja me keqardhje. Kam edhe 12 vjeçar në shumë të rinj, por fëmijë të vegjël, edhe adoleshent. Do t'ju drejtohem nga kjo dritare të gjithë prindërve. Ju lutem, mos bullizoni fëmijët tuaj. Familjar. Nuk keni informacion. Kam bërë emisione të tëra ku kam bërtitur dhe thërritur me zë të lartë. Stop bullizimi. Një zonjë më del në aty dhe më thotë, unë jam mamaja vetë, shkoj në punë. Ky nuk dëgjon. Ky është ditë të mbyllur, zonjë është i smur, ka frikë, nuk del dot. Ua, po pse dal? Nuk e kuptoj, nuk ka asgjë. Pra, të jesh i smur nuk do të thotë të kesh një plagë në trup. Të kesh një dhimbje të fortë. Sëmundja e trurit është sëmundja e shekullit. Duhet të bëjmë kulturë, të bëjmë profilaksi për trurin. Bota e qytetruar jetojnë 90 vjeç dhe vetëm. Pse? Sepse punojnë me trurin. Dhe nuk arrin që truri ta degradoj në mënyrë të jashtëzakonshme. Sepse jeta është luftë. Ne mund të na ndodhin gjëra nga më të ndryshmet. Pse vjen ankthi? Ankthi vjen nga shumë gjëra. Ankthi mund të vinë nga një vdekje, mund të humbim një dashuri, nga një tradhtim, nga një humbje biznesi, nga një humbje një sëmundje të rëndë në familje, te fëmijët e tu, te prindrit e tu, te vëllezërit, te motrat. Pra, është luftë, vetjeta është luftë. Dhe në këtë luftë, ne kemi një psikologji të dobët, nuk jemi shumë të fortë. Pra, ne kemi 2 fëmijë, i njëjti prindësh. Njëri fëmijë është i shkatët, është i zotit, përballet me shokët, me mësuesen, dikush tjetër do gjithmonë të ketë mamin aty. Hajde mami, nëna të lutem më ndihmo, babi të lutem më ndihmo. Pra nuk është i zotit përballet, është i prisht. Ky fëmijë është një nga arsyet që mund të na shkojë në ankth. Por do t'ju drejtohem edhe familjeve, numri të rinjve të cilët janë në ankth, janë për shkak të dhunës,
psikologjike dhe fizike që ndodh në familjet shqiptare. E themi me keqardhje të madhe, numri i vajzave dhe i grave të vrara në trojet shqiptare është tronditse, shumë tronditse. Kështu që këto pamje janë hidhruse dhe një fëmijë që jeton në këtë dhunë psikologjike në moshën e madhe, sigurisht që është i dhunuar psikologjikisht, është pikërisht kontingjenti i vajzave që shkojnë deri në vetvrasje. Pra, pikërisht këto njerëz, shumë herë unë e kam dëgjuar edhe nga nëna të cilat më thonë që po ja, qëndroj se nuk dua të prish familje. Moj zonjë nderuar, jo vetëm që ke shkatruar jetën tënde, që të vjen vetëm një herë, pra jeta si falet askujt, po ke shkatruar dhe fëmijën tënd, i cili ka jetuar në dhunë psikologjike, qoftë vajza, qoftë djali, në modelin e keq të prindërimit, në modelin e keq dhe të shumtuar të prindërimit, të një babai të dhunshëm dhe të një nëne e cila nuk ka forcë të gjej veten, të mbroj veten e saj. Dua të ndalem edhe në një pikë tjetër delikate. Jam një grua e cila kam punuar fort në trojet shqiptare, zëri im i radio dritare shqip është zëri i kombit shqiptar. Janë me qindra me mira emisione të cilat i drejtohem gruas shqiptare. Kam punuar më përpara dhe në radiofonit në Europë. Kam mbi 250 emisione psikologjike, nuk është rastësi që zëri im është sot kaq i fuqishëm, pra unë kam punuar me vite në zërin e shqiptarëve. Do të them diçka shumë të rëndësishme. Gruaja shqiptare po vjen gjithnjë duke u mbyllur, duke mos punuar dhe gjithë do ta themi. Telefoni im është i pafundër. Mund të kem në ditë 40-50 telefonata. Janë gra, bura, vajza, djem. Një grua thot do të pyes burin, e buri thot shëro vet. Një bur kur i them unë që ke këtë problem, si do trajtohet psikologe, jam gati të filloj. Pra, që këtu është ai dallimi shumë i madh. Pse zonja të nderuara ndodh kjo? Sepse ti bën punë pa pagesë. Pra ti bën një punë rutinë tënde në shtëpinë tënde. Por ti nuk ke të ardhurat e tua, nuk je zot i vetes tënde. Shqiptarët që jetojnë jashtë Adheut, nuk kam 60 veta nga Europa, sot më trajtim, e din më mirë, sepse e kanë parë Europën. Jeta është e barabartë, burr dhe grua. Gjithkush është i barabartë. Prandaj, ju jeni nënat të cilët lini, rriti dhe edukoni fëmijët. Kultura e një kombi është gruaja. Gruaja është ajo që është vlera e një kombi. Kur kam edhe një nga mesazhet interesante, se çfarë do të thotë dhunë psikologjike, më kanë ardhur qindra telefonata nga gratë shqiptare, dhe unë, nuk e di që ishte dhuna psikologjike. Dhe pse përfundonin aty? Shumë e rëndësishme informacioni që mund ta merrni nëpërmjet rrjeteve sociale, por në rastin se do të ishte një mundësi, do të them Ema Bruci ju mund ta gjeni në TikTok, në Instagram, në faqen time të Facebookut psikologe Ema Bruci dhe mund të komunikoni, s'ka rëndësi ku jetoni. Unë kam edhe nga Amerika, pa Evropa diskutohet. Numrimi i telefonit është +355 69 64 06 783. Zonja Ema, dua të ndalemi edhe në një tjetër pjesë që është gjithashtu shumë e rëndësishme. Ju përmendet trajtimin e rasteve me ankth kronik, le të themi, por në qoftë se ndodh një ankth akut apo i menjëhershëm, a ka ndonjë metodë të cilën mund të na sugjeroni që në rast se kemi një ankth të momentit apo të menjëhershëm, se si ta qetësojmë veten? Patjetër. Ankthi e para, çfarë duhet të bëjmë? Duhet të dalim menjëherë jashtë, ose të hapim dritaren, ose të dalim në ambient të hapur. Do të fillojmë një frymarrje të detyruar me forcë. Pra çfarë po ndodh? Truri jon nuk po ushqehet.
na është bllokuar këtu mbrapa qafës dhe kemi një dhimbje të paparë, qarkullimi i gjakut nuk kryhet. Atëherë, marrim frymë fort me hund, numërojmë e mbajmë pak frymarrje, 1, 2, 3, 4, 5 dhe e nxjerrim. Ja për shembull, unë do ta bëj shembullin që ta shikoni të gjithë. Kjo është frymarrja e cila na ndihmon ne që oksigjeni të na shkojë në trup. Atëherë, çfarë do të bëjmë? Si do ta bëjmë këtë? 5 herë. Dikush thot jam shumë e lodhur, nuk arrit dot ta bëj. E bëjmë 5 herë, bëjmë 2 minuta pushim. E bëjmë 5 herë të tjera, 2 minuta pushim. 5 herë të tjera, 15 herë. Derisa ne të ndjejmë ndryshimin. Nuk ka pacient që është tek unë, që e kemi bërë të dy së bashku dhe nuk ja ka dalë. Të gjithë kanë thënë po u qetësova. Bilezi kanë pasur një zonjë nga Erseka, edhe ishte në atak panik, ky quhet atak panik, edhe më merr në telefon, thot, jam shumë keq po vdes. Edhe filluam të punonim të dyja së bashku, edhe u qetësua. Më tha mua, ti që nke Zoti për mua dhe unë ngrit, tha faleminderit, do shkoj të fle. Bashkëshorti tha, mos është ndonjë fallxhore, si ka mundësi që u qetësove kaq shpejt. Pra një gjë e pabesueshme, ju duk sikur ishte diçka e jashtëzakonshme. Ky ushtrim është një ushtrim i mrekullueshëm në rastin se ne jemi në një atak panik. Por për të gjithë ata që janë ankth, të mund ta bëjnë 2 herë dhe 3 herë në ditë, 15 herë në mëngjes, 15 herë në drekë dhe 15 herë në darkë. Nuk kushton kohë, por bëjmë që dhe ne vetë me forcën tonë të ushqejmë trurin me oksigjen. Në qoftë se kemi dhe ndonjë tjetër metodë ose mënyrë për të qetësuar në fakt në momentet të ankthit apo sulmit të ankthit apo atakut të ankthit? Po, unë do t'ju them dhe një ushtrim tjetër të rëndësishëm që ne duhet ta bëjmë edhe ta kemi kulturën tonë. Çfarë duhet të bëjmë ne, të gjithë ju që jeni të smurmat? Duhet të bëjmë ecje sportive. Pra duhet të dalim në natyrë dhe të ecim. Jo vrap, ecje sportive. Dhe për të gjithë ata të cilët nuk e kanë bërë asnjëherë, do ta fillojmë me 30 minuta. Për ata të cilët janë të ushtruar, pra bëjmë palestër edhe janë të ushtruar në trup, 60 minuta. Çfarë do të bëjmë? Ecje shpejt sportive, në vesh do të vendosim një palë kufje. Mirë është të kemi muzikë të Beethovenit. Është trajtuar nga psikologë të ndryshëm në botë dhe ka dhënë rezultate të jashtëzakonshme. Por në rastin se nuk e njihni këtë muzikë dhe nuk ju pëlqen, mund të vendosni një muzikë e cila ju pëlqen juve, vendosim në vesh dhe fillojmë të ecim. Atëherë do të shpjegojmë pse duhet ta bëjmë këtë. Pra, jo thot Ema, po pse duhet ta bëjmë. Duhet ta bëjmë në këtë moment. Truri jonë për shkak të muzikës është bllokuar dhe nuk na depërtojnë mendimet negative. Pra, në anën mendore ne po çflodhemi, në anën tonë fizike ne po lodhemi, jemi duke ecur. Dhe në këtë mënyrë, në trup jemi lodhur, në anën psikologjike jemi të shflodhur, kthehemi, bëjmë një dush dhe flem të qetë. Gjumi është një nga problemet më të mëdha me ankthit. Pra, na largohet gjumi dhe themi, çfarë po ndodh me ne, ne s'po flem dot më. Ky ushtrim është mirë të bëhet zakonisht në darkë. Por, kur të futemi në dush, një nga problemet e rëndësishme është bllokimi pjesës së mbrapsme të qafës. Nuk do të thotë se do të lahemi, pra, mund edhe të mos lahemi, të kalojmë kokën, atëherë ngrejmë flokët larg, vjen s'ka nevojë, vendosim të dyja duart në pjesën e mbrapsme të qafës dhe fillojmë të bëjmë përtimin e qafës për të rritur qarkullimin e gjakut. Pra, 99% e atyre që janë ankth kanë një dhimbje këtu, sa kam edhe raste, të cilët
bëjnë edhe grafinë dhe ju thotë ke problem me qafën. Pra ju ka goditur aq fort pjesën e kockës këtu, sa kanë edhe probleme, e kanë filluar dhe fizioterapi. Pra, e fërkojnë fort që të rritet qarkullimi i gjakut. Këto janë disa mënyra. Zonja Ema, unë ju falenderoj shumë për këto informacione kaq të rëndësishme dhe për këtë temë kaq bukur të elaboruar nga ana juaj që kishte të bëjë me ankthin edhe me stresin. Faleminderit që ishi pjesë e misionit ton, faleminderit që na nderuat, uroj që për tema të tjera sërish të jemi në lidhje të drejtë për drejta. Faleminderit edhe një herë. Kënaqësia është e imja, falenderoj gjithë shqiptarët, falenderoj në veçanti ata të cilët janë në trajtim me Ema Bluci nga Tirana, nga Maqedonia Veriut dhe nga Europa. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar shikues, kemi trajtuar pra sot një temë shumë të rëndësishme që kishte të bëjë me një çrregullim emocional siç është ankthi. Kemi kuptuar së bashku se cilat janë disa nga shenjat me të cilat mund të manifestohet dhe kur stresi mund të bëhet i rrezikshëm. Kuptuam edhe disa mënyra se si mund ta parandalojmë ose ta qetësojmë veten në momentet e ankthit. Besoj që informacionet dhe mesazhet do i keni parasysh për të pasur një shëndet mendor të mirëfillt. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë shihemi javën e ardhshme. Deri atëherë mbetemi me shumë shëndet. Mirupafshim.